Në drejtorinë e përgjithshme detare është organizuar të martën një takim informues mbi detyrimin ligjor për rinovimin e regjistrimit të anijeve. Në takim u dhanë detaje mbi standardet teknike dhe lundrimeve të anijeve, si dhe masat për zbatimin e këtij detyrimi ligjor që mbështet këtë procedurë regjistrimi. Takimi u drejtua nga Muharrem Trupja, drejtori i Autoritetit Shtetëror të Sigurisë Portuale. Jemi në plotësim të një detyrimi ligjor për njoftimin 3 muaj para të subjekteve që ju mbaron certifikat e regjistrimit të ju skadon afati certifikatës së regjistrimit të anijeve. Të gjithë jemi në dini të procesit që ka evoluar që nga viti 2021, ku filloi zëvendësimi i dëshmive të pronësisë dhe të flamurit me certifikatën e regjistrimit. Arsyeja ishte sepse ato dokumenta ishin nën standard për shkak të aderimit në konventa, evoluimit të sistemeve të cilat në prisnin përpara, edhe pse kishte kaluar një kohë gjatë pa u zbatuar akti ligjor për zëvendësimin e atyre dokumentave. Megjithatë, ne kemi vlerësuar që është bërë një punë e mirë dhe një bashkëpunim i mirë me të gjithë pronarët e anijeve, me gjithë autoritetet. Takime paraprake ishin zhvilluar nga kjo drejtori më parë edhe në portin e Sarandës dhe të Shëngjinit.